Ngadalsojnë çmimet e konsumit në vend. Sipas të dhënave të Instat, inflacioni në vend ka pësuar një ulje të lehtë për gjatë muajit nëntor, duke zbritur në 2.1% nga 2.3% që ishte një muaj më parë. Por pavarësisht kësaj, statistikat evidentojnë një shtrejtim të çmimeve të qirave në vend. Sipas Instat, qirat u shtrejtuan me 0.81% në tetor, ndërsa në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja ishte edhe më e fortë. Të larta kanë rezultuar edhe çmimet e artykujve ushqimor, aty ku shqiptarët shpenzojnë edhe pjesë më të madhe të buxheteve familjare. Në nëntor, çmimet e ushqimeve dhe pijeve dhanë një kontribut me 0.55% në ecurinë e inflacionit. Brenda grupit të ushqimeve, rritja më e madhe u vret në grupet e vajrave e yndyrnave si edhe ato të byllmetit e produkteve të mishit. Më shtrenjtë kushtuan edhe arrendimi i mobilimi i shtëpive, komunikimi si dhe transporti, edhe çmimet e shërbimeve u rritën më tepër gjatë muajit të kaluar, pasi grupi i hoteleve, bareve e restoranteve pati një ndikim me 0.21% në inflacion. Ndërsa jemi në prag të festave të fundvitit, inflacioni pritet të ketë një rritje, siç ndodh tradicionalisht në këtë periudhë. Pasi për shkak të konsumit të lartë, tregtarët rrisin çmimet e produkteve, megjithatë pavarësisht luhatjeve, inflacioni vijon të qëndrojë poshtë objektivit të Bankës së Shqipërisë prej 3%.